shkuar rreth mesnatës tek ura e Dejlanit të Durrës. Dy të rinj, një 18 vjeçar dhe 25 vjeçar, nga qyteti i Firit, të cilët thjesht nga Tirana për në Fier kanë fluturuar mbi 200 metra mbi urën e Dejlanit, dhe duke përfunduar mos këtë kthyer do të timonin për të zbritur nga ura, por këtë fluturuar mbi 300 metra të këtë përfunduar pikërisht në këtë dyqan lulesh. Policia e Durrësit ka bërë vedije se i plagosur ka mbetur drejtuesi i automjetit në gjendje të rëndë, si dhe dy këmbësorë të cilët në atë moment kanë qenë në shërbim përgjatë kësaj zone këtu. Forcat zjarrfikse dhe policisë kanë ndërhyrë për të nxjerrë viktimën nga automjeti dhe për të transportuar drejt spitalit të Durrësit shoferin 26 vjeçar nga qyteti i Fierit. Është duke u punuar për të zbardhur dinamikën e aksidentit tragjik, por paraprakisht flitet se drejtuesi 25 vjeçar ka qenë me shpejtësi skëterë mbi 300 km/h për të bërë edhe një fluturim po 300 metra nga ura e Dejlanit dhe për të përfunduar në anën tjetër të rrugës në zonën e plazhit. Mos merr plak prapë se mori energja. Nuk merr më. Kam me star stopa këtu. Ja, vaje. Facciamo due rolli che mamma Më marrë ka provojnë ka futur ka pështjel për aty.